Më datë 9 nëntor të vitit 2025, zyrtarët policorë të sektorit të punëve të brendshme Tetov kanë ndërmarrë 2 aksione në kuadër të kontrollit të qarkullimit të rrugor, gjatë të cilëve janë arrestuar 2 persona për tejkalim të konsiderueshëm të shpejtësisë së lejuar. Rasti i parë është regjistruar rreth orës 13:35 minuta në autostradën Shkup-Tetov, pranë pikës së pagesës rrugore në Zhelin. Gjatë matjes me radar është konstatuar se personi me iniciale QI 32 vjeç nga fshati Vrapçisht i Gostivarit po drejtonte automjetin e tipit Mercedes me shpejtësi prej 192 km/h në një zonë ku kufiri i lejuar është 100 km/h. Për këtë arsye, ai është privuar nga liria dhe është dërguar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme. Rasti i dytë ka ndodhur rreth orës 12:13 minuta në rrugën Tetov-Gostivar, afër pikë pagesës rrugore në Gostivar. Zyrtarët e stacionit policor Gostivar kanë ndaluar personin me iniciale JG 31 vjeç nga fshati Raven i Gostivarit me vendbanim në Zvicër, i cili po drejtonte automjetin e tipit Shkoda me shpejtësi prej 174 km/h në një zonë ku kufiri i lejuar është vetëm 80 km/h. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov njoftojnë se pas dokumentimit të plotë të 2 ngjarjeve ndaj personave të përfshirë do të ngriten kallëzime penale në bazë të nenit 297 të Kodit Penal për vepër drejtim i pakujdesshëm i mjetit motorik. Policia apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që të respektojnë kufizimet e shpejtësisë dhe rregullat e qarkullimit me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë në rrugë.